Zbulohet maska që zhduk rrullat për një ditë, ja receta. Me kalimin e viteve rrullat që shfaqen në fytyrë janë një problem i vërtet për shumë njerëz, por për luftimin dhe parandalimin e tyre ju vinë në ndihmë maskat natyrale të cilat përgatiten shumë thjesht në shtëpi, pasi kanë nevojë vetëm për këta përbërës: mjalti, veza, kosi dhe vaj ulliri. Në një hidhni një lugë mjalt të verdhën e vezës, një lugë kos dhe një lugë vaj ulliri. I përzeni të gjitha këta përbërës derisa të përfitohet një maskë kremoze. Më pas e aplikoni atë në fytyrë, të cilët duhet ta keni larë më parë. Më pas e thani, e lini të veprojë për 30 minuta në fytyrën tuaj dhe më pas, pasi të ketë kaluar ky minutazh, e shplani fytyrën me ujë të vakët. Përdoreni 2 herë në javë dhe një maskë e tillë sigurisht që do t'jap rezultate mbreslënëse. Përdorimi i këtyre recetave në kushte shtëpie do ju ndihmojë që të keni gjithashtu një lëkurë të shëndetshme dhe me sa më shumë përfitime për mbrojtjen e saj dhe parandalimin e problemeve që shkaktojnë edhe rrullat.